Nuk duhet të qahemi su persekutuan për 45 vite, pasi edhe sot e djatha shqiptare persekutohet, ndërsa mediokriteti ka kapur majt e pushtetit në skenën politike dhe në drejtimet e institucioneve. Kështu u shpreh nga Shkodra Tet Kopliku, kandidati për drejtimin e Brain Gain dhe njëkohësisht ish kandidat për deputet i PD-s në qarkun Shkodër. Ai tha se kriminaliteti dhe mosbesueshmëria e institucioneve është faktor kryesor që përcakton shpopullimin, teksa kishte një thirrje për rinin. Nuk është detyra jonë vetëm me uqa që u persekutu me 45 vite, që vazhdojmë sot në 30 vite dhe ma shumë se 30 vite e djatha shqiptare persekutohet dhe marginalizohet, që mediokriteti ka kap majët e pushtetit në tanë skenën politike, në tanë drejtimet e institucioneve. Kriminaliteti dhe mosbesueshmëria e institucioneve është një nga faktorët kryesorë që përcakton pra rrjedhjen, ngjarjet e vendit tonë, shpopullimi, fragmentizimi, largimi më shumë se kurrë me Kosovën. Cila është detyra jonë? Detyra jonë është më kujtu sa shumë jena, sepse rrallë mbledhen a kaq shumë dhe për këtë falenderoj Partinë e Lëvizjes Legalitetit për këtë organizim të mrekullueshëm dhe me na kujtu që pasardhësat aty në familjeve jena shumë dhe kena një mision. Jo vetëm Shkodra, Malësia Madhe, Postriba, Vaudesi, Puka, Fusharzi, kanë njerëz që i kanë shërby këtij kombit dhe e dojnë vendin tonë. Po kena edhe një rini e cila largohet, që unë i kisha bërë një thirrje që duhet më u kthy dhe duhet me insistu për me pas akses në vendimmarrje, dhe kjo ndodh nëpërmjet politikës, nëpërmjet angazhimit politik. Në një kohë kur edhe në nivel ndërkombëtar, pra wokizmi, fragmentizimi, largimi nga vlerat konservatore është më shumë se kurrë i fortë, ne duhet bëjmë të lundrojmë kundër rryms pra, për me u kthy tek vlerat universale që ishin vlerat djetë meritizok, po mundën me kenë edhe nesër, edhe sot, pra themi që jemi në kushtet e Republikës, vlerat kombit shqiptar. Deklaratat erdhën gjatë një takimi të zhvilluar në Shkodër nga legalistët, ku i pranishëm ishte edhe Princ Leka II.